Miq, jemi kthyer në takimin e radhës në Olti Curi në YouTube për t'ju kthyer edhe një herë një akuzë që bëri Egla Ceno 2 vjet më parë, duke kujtuar kohën para 25 viteve kur tha se janë ngacmuar seksualisht. Është përmendur prezantuesi Sajmir Kodra, në atë kohë është bërë një debat i madh publik për vetë famën që kishte edhe Big Brotheri dhe vëmendjen që kishte ky emision. Ka shkuar çështja në gjyq, Sajmir Kodra ka reaguar menjëherë në ato kohë duke thënë që kjo nuk është e vërtetë. Gjyqi dha të drejtë Sajmir Kodrës dhe u dënua Egla Ceno në shkallën e parë me 1 milion lek për shpifje. Unë komunikova me Eglën dhe tha do të vazhdoj të kërkoj të drejtën deri në hën, nuk do të ndaloj asnjëherë. Po ashtu dhe Sajmir Kodra tha po do të shkoj deri në fund kësaj historie. Por Benzin zjarrit ka hedhur portali pamfleti që tregon se Egla Ceno është shtyrë nga një ish deputete e Partisë Socialiste që ka qenë sekretare me një gjyqtare, Pajtime Fetau, e cila këtë gjë e ka bërë për t'u marrë nga Sajmir Kodra që ka bërë emisione investigative për korrupsionin e saj. E gjitha kjo kërkon një emision më vete, ndaj do ta nisim menjëherë me siglën tonë. Po i biem shkurt sot për t'ju rikthyer edhe një herë pra të gjitha fakteve. Gjykata Penale e Tiranës ka dënuar me 1 milion lek të vjetra gjob aktoren Egla Ceno, e cila akuzoi për veprën penale të shpifjes nga moderatori i emisionit Stop Sajmir Kodra. Reagimi plot i Egla Cenos për Olti Curi dhe portalin Kryefjala ka qenë: faleminderit që më pyete. Vendimi nuk është zbardhur akoma, por sipas komunikimit me avokatin, thot Egla Ceno, i cili më përfaqësoi në seancë, thelbi i tij është që unë jam njohur si fajtore për akuzën e shpifjes. Për sa më përket, nuk ka fitore më të madhe se qetësia kur e di se kush je. Zhurma kalon, vazhdon Egla Ceno në qëndrimin e saj. Njerëzit harrojnë, gjyqet fitohen e humben, por dinjiteti nuk është një titull për t'u ndarë nga gjykata. Shpifje është kur një sistem i tërë thot nuk duam të dëgjojmë. Nëse kjo deklaratë cilësohet si shpifje, atëherë çdo grua që flet për ngacmim, për dhunë apo abuzim, rrezikon të ndëshkohet. Prandaj po, kam ndërmend ta vazhdoj këtë betejë ligjore, ta çoj edhe në hën, po pati shkallë gjykimi. Do ta vazhdoj këtë kaos të lartë sociale, edhe pse më ka ekspozuar egër ndaj presionit publik, urisë së medjave për titull paragjykues, gjykimit moral dhe ndjekjes penale. Nuk më tremb asgjë, dhion Egla Ceno, dhe jam e qetë dhe vendosur sepse nuk kam shpifur, kam folur, sepse atje jashtë ka shumë gra të tjera që do donin të flisnin të njëjtën gjë. Ndërkohë, është kontaktuar edhe Sajmir Kodra, prezantuesi i emisionit Stop, i cili ka kthyer një përgjigje, siç e shikoni edhe nga foto e bërë publike këtu në Olti Curi YouTube. Patjetër